Çmimet globale të naftës kanë rënë ndjeshëm të mërkurën në tregjet aziatike pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se negociatat për t'i dhënë fund konfliktit me Iranin po përparojnë. Nafta e përpunuar Brent ra me 5% në $99.29 për fuqi, ndërsa nafta amerikane shënoi rënje prej mbi 5.5%, duke zbritur në $88.41 për fuqi. Rënja e çmimeve erdhi me shpresave të investitorëve për një ulje të tensioneve në lindjen e mesme, një rajon kyç për furnizimin global me energji. Trump tha se bisedimet po zhvillohen tani dhe se pala iraniane dëshiron të arrijë një marrëveshje, megjithse këto pretendime janë kundërshtuar nga zyrtarët në Teheran, të cilët i kanë quajtur raportimet për negociata lajme të rreme. Ndërkohë situata në terren mbetet e tensionuar. Irani dhe Izraeli vazhdojnë të shkëmbejnë sulme me raketa, ndërsa forcat mbrojtëse të Izraelit kanë nisur një valë të re sulmesh që synojnë infrastrukturën në Teheran. Paralelisht, Izraeli ka paralajmëruar evakuime në jug të Beirutit në kuadër të operacioneve kundër Hezbollahut. Një zhvillim kyç që ndikoi në tregjet e energjisë ishte deklarata e Iranit se anijet jo armiqësore mund të kalojnë përmes ngushticës së Hormuzit, me kusht që të koordinohen me autoritetet iraniane dhe të mos mbështesin veprime kundër vendit. Kjo rrugdetare është jetike për tregtinë globale, pasi përmes saj kalon rreth 20% e furnizimit botror me naftë dhe gaz natyror të lëngshëm.